gde se ta osoba predstavila kao radnik Bezbednosne informativne agencije. Ky person është paraqit para tyne bashkëpunëtorët mi si bashkëpunëtor apo punëtor i Agjencionit Informativ në atje në Srbi. Gde im je ultimativno rekao da treba da dođu u roku od 2 dana u Beograd da bi, kako je rečeno, bilo bolje za njih. Do thot në mënyrë decisive ose me ultimatum i ka thënë që do vinë në Beograd brenda 2 ditëve për të mirën e tyne, siç i ka thënë ai. Tad je, sećam se, bio četvrtak i zakazano je bilo u subotu. Do të ta ditë ka qenë ejte edhe takimi ose vendi është caktuar do për trashtunën. Ton kojim se obraćalo je bio preteći i nalogodavajući. Do thot zëri me cilin ju ka drejtuar ka qenë kërcënues dhe urdhërues në varë mënyre. Naravno, niko od mojih saradnika nije otišao na taj poziv. Sigurisht që askush prej bashkëpunëtorëve të mi nuk është ju ka përgjegjë do thot kësaj thirrje. I onda se posle nekih nedjelju dana posle toga, ili ti početkom avgusta, u prvoj nedjelji avgusta, dhe pas kësaj do thot dikur ka fillimi i parë apo fillimi i gushtit, java e parë e fillimi i gushtit. Taj isti broj je mojim saradnicima poslao poruku. Ky numri njëjtë do thot ju ka dërguar bashkëpunëtorëve të mi një porosi. Poruka je bila tipa da niste hteli da sarađujete, sad ćemo mi za vas da objavimo navodno neke kompromitujuće podatke. Do thot nuk keni dashur që të bashkëpunojmë edhe tash e tutje e ne për ju do t'i shfaqim në publik disa gjëra kompromituese për ju. I ja sam onako u neslužbenim razgovorima posle sa nekim ljudima koje znam. Unë e pastaj në mënyrë jo zyrtare me disa njerëz të cilët i njoh kam folë me ta. I mislim u suštini Kosovo je malo i svi imamo prijatelja nekog prijatelja, tako da. Do thot Kosova është e vogël siç e dini edhe ju, për shkak se të gjithë e kemi një shok apo një mik të një miku. I gde su navodno određene redakcije i portali dobili te takozvane navodne snimke. Do thot disa portale redaktimit e tyre i kanë marrë disa prej të ashtu quajturve do të inqizime. Iskreno nisam to uzeo za ozbiljno jer mislim nije prvi put da se dešava da pokušavaju da manipulišu mojim saradnicima, prema tome nisam se time ni bavili. Do thot ne nuk e kemi marrë atë punë, se kam marrë këtë punë seriozisht për shkak se disa herë që ka ndodhur, edhe nuk e kam shikuar për shkak se edhe më herët kjo do thot është bërë kundër neve dhe bashkëpunëtorëve të mi. Ali svakako jesam čuo da negdje toj prvoj polovini avgusta da su neke redakcije navodno dobili neke snimke. Por kam dëgjuar se dikur ka gjysma e muajit gusht, disa nga redakcionet do të ti kanë marrë këto inqizime. Ja sam odmah u početku obavestio nadležne institucije o tome. Unë me njerë do të kam lajmëruar organet përgjegjëse për këtë gjë. Ali nismo se ozbiljnije bavili time zato što se ništa nije ni desilo u tom periodu. Nuk e kemi marrë askush këtë punë seriozisht për arsye se nuk ka ndodhur asgjë në atë kohë. Zadnjih 10 dana mirë po këto 10 ditë në fundit, jedan portal je objavljivao neke navodne snimke. Një portal i ka publikuar të ashtu quajtur disa inqizime koji apsolutno nisu relevantni i jesu netačni ili lažni montirani kako hoćete. Do thotë absolutisht nuk janë të vërtet, janë të montuar dhe do të është gënjeshtër. Nažalost, mi smo još, ako se sećate, ako ste pratili, još na parlamentarne izbore u februaru imali bukvalno sličan ili isti problem. Do thotë nëse ju kujtohet edhe herën e kaluara apo zgjedhjet e kaluara në shkurt kemi pas problemin e ngjashëm. Gde smo i tad naravno prijavili policiji, u ovom slučaju to je bio slučaj za odelenje za kako zove, kibernetički zločin. Do thotë këto e kemi lajmëruar dhe policinë për këtë rast dhe kemi lajmëruar të njësitin apo departamentin për rastet kibernetike. Podsjećao si tada da su mi hakovani 2 profila na Facebooku i da su tu takođe postavljeni neki snimci o navodnim malverzacijama u ministarstvu. Do thotë mi kanë bllokuar të 2 llogaritë në Facebook dhe kanë postuar aty inqizime të mia për disa gjëra që kanë ndodhur. Isto kao i tada, 2 nedjelje pred izbora, naravno kao i sada. Do thotë gjithashtu sikur atëherë, edhe kësaj here 2 javë para zgjedhjeve është bërë njëjta gjë. I ja se ne zavaravam da će to prestati sve dok
pokušavamo da mislimo svojom glavom i da ne slušamo te ljude koji imaju jednu, moram da nazovem, diktatorski mindset ili diktatorski razmišljaju da svi moraju da rade kao što oni kažu. Do të thotë, unë e di jam i fedishëm që kjo nuk do të ndaloj dhe do të ndodhë edhe në të ardhmen për shkak se ne nuk i nështrojemi, do thotë një mendësisë diktatoriale të disa njerëzve që mundohen të na kontrollojnë. Mi kao ministarstvo naravno ostajemo pri našem konceptu predstavljanja i operisanja, to je transparentno i naravno në usluzi svim građanima. Ne si ministri do të jemi transparent dhe do të jemi të përgjithshëm ndaj të gjithëve. Podsjetit ću da ministarstvo zadnjih 2,5 godine, bar se ja nadam, radi u potpunosti u skladu sa zakonom na način koji verovatno treba da radi svako ministarstvo i svaka institucija. Do të thotë ne si ministri kemi punuar këtë 2 vjet e gjysmë në mënyrën ligjore, në mënyrën më të drejtëmundshme, ashtu siç duhet të punojë çdo ministri tjetër. I naravno svaki naše delo će biti apsolutno i transparentno, radno, vredno i u skladu sa zakonom. Do thotë çdo veprim joni, çdo punë jona do të jetë në përputhje me ligjin dhe gjithmonë do të jetë transparente dhe hapur për të gjithë. Toliko za početak. Ka që kisha unë për fillim? Unë. Minister Shërbën Gjera prej Kallëzëbekon, thatë që e kemi lajmëru organet kompetente, a keni marrë përgjigje për ty në këtë rasti? Rekli da ste obavestili kompetentne organe da li ste dobili odgovor za ovaj slučaj? E tyta, nëse mu I kam disa pyetje. E tyta, thatë që përgjimet janë të pavërteta, janë të montuara. Apo thonit që nuk ka ndodhur fare një bisedë e tillë, apo është e publikuar me disa pjesë? A keni bërë një bisedë të tillë me personin I cili përmendet në këto përgjime, edhe çka saktësisht, nëse ka ndodhur me të vërtetë biseda, për çka saktësisht keni biseduar me ta? Okej, para... Ka për Para, po, da, organi kompetent. Dhe tash që është me folj, okej. Unë flas shqipen ti përgjigj. Hajde të ndrojna pak. Nga fillimit, siç thash, organe kompetente konfirmuar prej... Kao na početku što sam rekao, znači kompetentni organi su bili obavešteni Do thot prej fillimit, od početka, por pasi që nuk ka ndodhur asgjë, pošto ništa se nije desilo, nuk kam ndërmarrë ndonjë veprim ashtu ligjor bashkësakt. nisu preduzeli neki zakonski znači delovanje. Por ka ndodhur, kur ka ndodhur herë e parë, kjo ka qenë para 10 ditë mos gaboshem të hënën. Prvi put kad se desilo, to se desilo për 10 dana o ponedjeljak, ako ne grešim. Do thot kur është shpall për herën e parë, Kad je to prijavljeno ili objavljeno prvi put, dhe une nëse ju kujtohet prapë kom thirrë një konferencë për media bashkë për këtë arsye. tad sam pozvao jedan konferenciju za medije, baš za znači ovaj razlog. Por të njëjtin organ kompetent më kanë lutë që ta shtyj konferencë për shkak të hetimit. Ali isti organ mi je rekao da se to znači ne održava te nedjelje, te dana, nego da se to odlaže za neki drugi dan ili za neku drugu nedjelju. Por kur ka ndodhur ajo, Ali kad se to desilo, hënën do thotë, unë kom shku Ponedeljak. dhe kom paraqitur rastin normalisht sikur çdo ja sam bio tamo i Qytetar, prijavio slučaj kao svaki drugi građanin polici, u policiji. se ju thash edhe ma herët dhe kemi një rast para do 7-8 muaj në Rekao shkurt sam të i qenë, imali smo jedan slučaj u februaru tada ku unë besoj që apsolutisht ndërlidhen i rasti me vjerujem tjetër. da je sve to povezano između sebe sa ovim slučajem i Sa i drugim. përket bisedave, unë absolutisht nuk më kujtohet To se që tiče kemi razgovora. pas biseda të tilla. Apsolutno se ne sjećam da smo imali takve znači razgovore. Dhe shikoni, është gjatë dite një ministër e ka shumë biseda me bashkëpunëtorë, I tokom dana ministar ima mnogo znači razgovora sa svojim saradnicima. por këto raste në këto forma kur nuk ka ndodhur. Mirë, po na ovakav slučaj to se nikad nije desilo u ovakvoj formi. Dhe t'ju thon vërtetën, shumicën e tyre as nuk kuptoj. Që t'jem baš Kažem da vam sinqert. kažem, iskreno polovinu od tih ili većinu od njih ja to ne razumem šta se tamo priča. Megjithatë, prap siç thash pak më herët, e ka një što sam rekao i matricë pre, e cila po përsëritet, por bisedat e tilla to kur nuk se ka ndodhur. ponavlja, ali takav razgovor se nikad nije desio. Po, no. Po i mohoni bisedat. A e njeni personin Milan Davić, cila është lidhja juaj me këtë person, edhe a keni
a ditë portalin që ka publiku audio-ngjëzimet? E para, po e njeh Milan Dabicin, sepse ai Ka, është Milan përfaqësues pranë KQZ-s. Pošten predstavnik, znači, u KQZ tamo. Dhe normale që kom biseda me të për ditë dhe ndoshta Normalno da razgovaram sa njim. 2-3 muaj të fundit për çdo Oblik ditë. 2-3 disa meseca herë. svaki dan. Tu normalisht ditur që kemi dhe zgjedhjet, kemi pas zgjedhjet dhe kemi zgjedhje shumë radhë. Imamo izbore, imali smo i për izbore. Sa i përket portalit, Što se unë tiče normalisht Portala, çka mund t'ju tregoj, sepse šta mogu da vam kažem je, më kuptoni që shtu më thanë që nuk është mirë do detajet mi tregu. që nije dobro, rekla su mi da kažem neke detalje, Pasi që jam shku në polici, pošto sam otišao u policiji, hetuesit më kanë informuar që e kanë proceduar rastin istraga mi je obavestila da su oni procesuirali slučaj dhe që prokurori e ka marrë. i tužioc sad radi na tom slučaju. Nuk kam. Po lidhjet me Srećko Spasić edhe Rado Spasić, a i njeni Znači, da li poznajete Radu Spasić i Srećko Spasića, koji su oni, šta Po. rade oni? Po, Koji po, su i ti? di normalisht Srećko Spasić është ish kryetar, Znači, on je bivši e Predsjednik. ko që të prodhimin e ujit. radi, Po proizvodi njihemi vodu. kështu. Mi se normalisht. znamo, Dhe si prej politikës normalisht është dhe po ashtu e Prej di që politike. është një prej prodhuesit të rrallë të Serbëve, ashtu që jedan od retkih ljudi Srba koji proizvodi. po ndryshe nuk e kam të ku do 7-8 muaj me siguri. Još nisam ga vidio poslije 7-8 meseci. bashkëpunim kolektive. Jo. Da li ste sarađivali Jo. posljednje vreme sa njim? Hera e fundit të vërtetën ka qenë para 9 muaj, dikun 9 muaj ndoshta. Posljednji put je bio da smo se vidjeli pred 9 meseci. Kur kom dash që të bashkëpunojmë për zgjedhjet parlamentare. Kad sam htio da sarađujemo sa njim za parlamentarne izbore, Se po konsideroj që ka një peshë shtu politike a ja znam da imao neku političku, znači, vrednost ili dhe sa i përket meje, normalisht që çdo kandidat potencial që mund na ndihmon në procesin e votimit është mirëseardhur. Znači, dobrodošao je, što se mene tiče, svako koji može da nam pomogne u procesu izbora. Në fund asaj nuk ka pranuar një ofertë e tillë dhe On nije to Kad- prihvatio i to je bilo to. ka zgjedh një parti tjetër, të thonë vërtet. Znači, on je izabrao neku drugu partiju. Pyetje dhe shkushka që përmendë në incident. Absolutisht nuk e di çush ka rit aty, të thonë vërtet. Ne znam kako se on to pomenuo tom. E keni Ide. dëgjuar të rashë që është zëri juaj? Znači, Pa, što je zaslušao da li në to je momente po doket sikur. vaš glas, dakle, Por u dhe në nekim momente momentima tjera absolutisht nuk vidi e se mund. da je moj glas, već i nije moj glas. Kështu që me të vërtet nuk mund të vlerëson njeri. Znači, ne može čovjek da vidi. Duket që është zëri juaj. Pa nuk Znači, e u di nekim në momentima se momente, vidi da je vaš. tash nuk më kujtohet. Znači, ne sećam se baš tačno. Po doket, se Shini si dhe ka falës dhe duhet më të jetë ashtu kvalitativ, a? Ju dini më mirë, unë nuk e di këtë sen. Znači, možda vi znate bolje kako se to, kad se snima, zvuči glas. E mogu još jednu stvar, a mundem diçka, nëse nuk keni pyetje, mundem diçka tjetër, ju lutem. Ako nemate pitanja, još nešto da kažem, Nëse ako mogu jednu poruku, tad ne samo da them një porosi, za naše sunarodnike, naše prijatelje për bashkëqytetarët e tonë dhe miqtë e tonë, koji misle da iz dobre namere dolaze u nedjelju da glasaju, do të që nga mënyra e mirë vinë të votojnë të dielën nga oni koji su, ne znam, ili silom prilika ili iz drugih razloga raseljeni sa Kosova, a imaju kosovska dokumenta, ata që për shkak të arsyeve të ndryshme nuk jetojnë në Kosovë, mirë po i kanë dokumentet e Kosovës. ja bih zamolio da ne dolaze za dnevnice da glasuju na Kosovo. Unë i kisha lutur që mos të vinë për me ditje të vinë të votojnë në Kosovë. I bit ću, čak i pretjerat ću možda u izrazu, nemojte, molim vas, da prodate dušu đavolu za 50 evra. Edhe ndoshta do të jem pak më i vrazh, më i ashpër, edhe lutna që mos ja shitni drejt që do thotë shpirtin për 50 euro. Jer tih vaših potencijalnih 50 evra nama znače krv, znoj i suze narednih 4 godine. Parasysh se ato 50 euro të juve që i merrni, 4 vite tashme për ne do thotë gjak, djers dhe
kushte të vështira, do thotë, për 4 vite të ardhshme. I zato, ako dolazite za 50 evra da bi glasali Srpsku listu, molim vas, nemojte dođite. Për atë arsye thotë edhe ju lusë që nëse vini këtu që ta vatoni Srpska listën, ose listën serbe, do thotë për 50 euro mos jeni fare. A svaki drugi dan osim nedjelje ste dobrodošli da budete kao i uvek naša braća, prijatelji, rodbina. Do thotë për ndryshe për çdo ditë tjetër jeni të mirëseardhur të vinit, jeni miqtë e tonë, jeni të afërmit e tonë, familjarët e tonë. I uvek ćete biti rado naši gosti, pogotovo oni koji žele da se vrate na Kosovo, ali vas molim, Gjithashtu do thotë jeni të mirëseardhur dhe presim me padurim të gjithë ata që doni të ktheheni në Kosovë, por ju lus edhe një herë. nemojte da upropašćujete živote ovih ljudi koji žive ovde i žele da nastave da žive na svojim ognjištima. Mos ja shkatroni jetën, do thotë atyre që kanë dëshirë të jetojnë këtu për ndonjë arsye tjetër. Një pyetje të fundit. Po. Kërkëndjes. Mm? A kemi pasur kur Albelina Haxhiu dhe Emilia Rezhepi janë zgjedhur në kryetare të kuvendit, kryeministri Detyrë Kurti ka liru prej detyrës të tyre në qeveri. Ju sot jeni zgjedhur në kryetare të kuvendit? Na që viste izabrani? Apo jeni i liruar, duke qenë se edhe Dalli ste još ministar. Ministrisë Po što smo jo shoh dhe dalë se Po besoj që e ko meritu të përdor edhe një herë këtë zyre saj për këtë konferencë. Për ndryshe normale që ndoshta jo automatikisht, por nesër ose pas nesër kjo procedura teknike do të që do të prekosutra tehnička procedura, vidjet ćemo kako da ide. ashtu siç keni thonë, normale që nuk mund të jem nën kryetari i kuvendit dhe ministër, Ne mogu da budem potpredsjednik i ministar u isto vreme, kao što ste vi rekli. por apsolutisht besoj që bashkëpunimi i cili kemi temeljuar Perimetani me kryeministrin dhe me lëvizjen vetëvendosjen, Sa vetëvendosjen znači i premierom, do të vazhdojmë në forma ndoshta pak të ndryshme, por absolutisht të them me drejtimin e njëjtë. sa radi ćemo znači na istom nivou, ali në drugom smeru. Normalisht pasi që jemi në mandati teknik, besoj që edhe ministri i ardhshëm në mandati teknik do të jetë rada të partisë sime. I sigurno da će neko, znači kao tehnički ministar, kao što smo sad ovdje, kad ja pređem tamo, neko će drugo da dođe iz moje partije da bude predsjednik. Ministar, izvinim. Šta je ove devojčice sve uspavali? Dobro ste. Hvala vam puno. Okej, ju falenderoj shumë. Besoj që krejt keni mëri me kohë, ha? Okej, fajn. Se s'kom pas, nuk mundemi bashkë dhe ta kolegë milion me prit. Ju falenderoj shumë dhe normalisht